Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 53 vjeçe dhe kam jetuar gjithë jetën time duke besuar se familja është shtylla më e fortë që ka njeriu. Kam kaluar shumë gjëra në jetë, si të mira, ashtu edhe të vështira, por gjithmonë kam menduar që për sa kohë jemi bashkë dhe mbajmë njëri tjetrin, çdo problem mund të zgjidhet. Kam një djalë të vetëm, e kam rritur me sakrificë, me kujdes për çdo detaj të jetës së tij. Gjithmonë kam dashur që ai të bëjë një njeri i mirë, i drejtë, i përgjegjshëm. Kam edhe një motor me të cilën nuk jemi para aq shpesh sa unë do doja, por lidhja jo nuk është dobësuar kurrë. Edhe pse jemi në qytete të ndryshme, gjithmonë kemi qenë pranë njëra tjetrës në momente të rëndësishme. Një verë ajo më kërkoi një nder. Mund ta mbash vajzën për disa javë? Ka nevojë të ndryshoj pak ambient. Pa menduar gjatë, pranova. Madje u gëzova shumë. Shtëpia ime kishte kohë që ishte bërë e qetë. Djali ishte rritur, kishte jetën e tij dhe ditët kalonin njëra pas tjetrës pa shumë ndryshim. Mendova që prania e mbesës do sillte gjallëri. Dita që ajo erdhi ishte shumë e bukur. Shtëpia u mbush me zë, me të qeshura, energji. Ajo ishte rritur shumë. Një vajzë e zgjuar, e hapur me një mënyrë të ëmbël të folurit. Djali im e priti mirë, madje u duk i lumtur që kishte dikë me të cilin mund të kalonte kohë. Në fillim, gjithçka ishte siç duhet. Hanin bashk, shikonim filma, dilnim për shëtitje në mbrëmje. Unë i shihja dhe ndjesha shumë mirë. Më dukej sikur shtëpia kishte marrë frym përsëri. Por pas disa ditësh fillova të ndjej diçka që nuk më linte të qetë. Nuk ishte diçka konkrete që mund ta tregoja me gisht. Ishte një ndjesi. Mënyra si ata shikonin njëri tjetrin, mënyra si ndaleshin së folur kur hyja unë në dhomë. Heshtjet që zjasnin më shumë se zakonisht. Në fillim i thash vetes që po e treproja. Janë të rinj, është normale, mendova me vete. Por me kalimin e ditëve ajo ndjesi nuk u zhduk. Përkundrazi u bë edhe më e fortë. Një pasdite ndërsa po rregulloja kuzhinën i dëgjova në obor. Nuk po flisnin si zakonisht. Zëri i djalit tim ishte më i ulët, më serioz. Nuk dëgjova çdo fjalë, por mjaftueshëm për të kuptuar që mes tyre kishte lindur diçka që nuk duhej të ishte aty. U ndjeva sikur toka më iku nga këmbët. Ula në karrige dhe për disa minuta nuk lëviza. Mendja më vraponte në çdo drejtim. Si është e mundur? Si arritëm deri këtu? Çfarë duhet të bëj? Atë natë nuk fjeta. Dëgjoja çdo zhurmë në shtëpi, çdo hap, çdo derë që hapej dhe mbyllej. Ishte sikur gjithçka që kisha ndërtuar për vite me radhë u shëmp. Të nesërmen vendosa të flas me djalin tim. E gjeta në dhomë, ai e kuptoi menjëherë që diçka nuk ishte në rregull. Nuk jam rahat, dua të di çfarë po ndodh, i thash. Ai heshti për disa sekonda, pastaj më pa drejtë në sy dhe më tha: "Nuk e kishim planifikuar, por po, unë kam ndjenja." Ajo fjali më goditi fort. Nuk kishte as justifikim, as përpjekje për ta fshehur, ishte thjesht e bardha në zezë. Nuk është në rregull, i thash. A e di këtë? E di, tha, por nuk është aq e thjesht sa duket. Këto fjalë më bën të kuptoj diçka që nuk doja ta pranoja. Ai ishte i përfshirë emocionalisht dhe unë u detyrova të flas me mbesën. Ajo ishte e hutuar me sy që nuk më shikonin drejt. Unë nuk doja të ndodhte kështu, por nuk e kontrolloj dot atë që ndjej. Më tha ajo. Ajo bisedë më theu zemrën. Për herë të parë e pash sa e ndërlikuar mund të bëhet jeta kur ndjenja dalin jashtë vendit të tyre. Ditët që pasuan ishin të rënda. Shtëpia nuk ishte më e njëjtë. Heshtja ishte më e fortë se çdo debat. Unë nuk dija si të veproja. Çdo vendim duke i gabuar në një mënyrë apo në një tjetër. Në fund mora guximin dhe telefonova motrën time. I tregova gjithçka. Në fillim ajo nuk foli, pastaj vetëm më tha: "Duhet ta ndalojmë këtë në çdo mënyrë." Zëri i saj ishte i fortë dhe i thyer. Ram dakord që mbesa të kthehej më herët. Ajo ditë ishte e vështirë për
për të gjithë. Askush nuk fliste dot një fjalë më shumë. Vetëm përgatitje, valixhe dhe heshtje. Kur ajo largua shtëpia, u boshatis me njëherë. Djali im u mbyll në vetvete për ditë të tëra. Unë mbeta me mendimet e mia. Sot kur e kujtoj atë verë, e kuptoj që jeta nuk është gjithmonë bardhë dhe zi. Ka situata që të vendosin përballë zgjedhjeve të pamundura. Por një gjë e di me siguri. Si prind, ndonjëherë duhet të marrësh vendime të vështira edhe kur e di që do lëndosh, sepse ka gjëra që duhen mbrojtur, edhe kur kjo do të thotë të përballesh me realitete që nuk i ke imagjinuar kurrë.